Përshëndetje, mirësere në konferencë për shtyp për Partizani në prag të takimit të javës 18 për skuadra e Kuqit dhe përballet ditën e nesme ndaj Dinamo City në Aerodrome në orën 18. Si gjithmonë, konferenca rrallishme është trajneri Ojtën Kornari, i cili është gatshëm të përgjigjet pyetjeve duke filluar nga ai. Vini pas një humbje në fakt, po përballë një skuadre si ekipi Dinamo, si e shihni ju përballjen e ditës nesme? Sigurisht, kemi thënë edhe më përpara, vim pas një humbje të ndeshjes me Egnatin, kur çunat dhanë maksimumin, luftuan, ndeshja i kishte të tre rezultatet, siç humbëm edhe mund të fitonim nëse do ishim më të qartë përpara portës. Ekipi aty është, do bëjmë maksimumin sigurisht nesër për me Dinamo. E ka ndikuar në gjendje në aspektin psikologjik kjo humbje dhe në një formë në thonjza presioni përballja nesër ndaj Dinamos apo Nuk e besoj, të them të drejtën, nuk e besoj që ka ndikuar në aspekt psikologjik, sepse nuk është që ekipi vjen mas rezultateve të këqija, shqyqyr ne jemi ka 3 muaj që kemi rezultate goxha të mira, do të themi të drejtën, dhe do ndodhte ndonjëherë, por do ishte e keq në rast psikologjik, në rast se lojtarët nuk do kishin luajtur, nuk do kishin dhënë maksimumin, por lojtarët dhanë maksimumin dhe në futboll ka të tre rezultatet, kështu që jemi okay. Si e vlerësoni Dinamos kundërshtar? Sigurisht, Dinamo është ekip i respektuar, është me plot merit aty ku është, fituesja kupës në fuqi, ka element të mirë, por sigurisht ne do hyjmë vetëm për 3 pikë. Keni ndonjë synim përveç 3 pikëve për ndeshjen e ditës nesër? Asgjë tjetër përveç 3 pikë. Ato na intereson, të marrim 3 pikat këto dhe të vazhdojmë përpara. Sukses. Faleminderit. Jemi në fund të kësaj konference për vitin 2025, gjerasin e mërkurit për gjithë familjes Kuqet, Partizanit. Ti falenderoj edhe gazetarët që më gjeni gjithmonë të pranishëm në konferencat tona, por mbi të gjitha edhe për ditën e nesme, që është takimi i fundit për vitin 2025. Të ftojmë publikun e Kuqit, tifozët e Partizanit të bëjnë pjesë e kësaj ndeshje, vërtet ta mbyllim me shoqërinë e familjes Partizani.